Kur Iblisi ka refuzuar sejdën për Ademin dhe ka shfaqur mendje madhësi para urdhërit të Ilahit, siç e kemi copëzën e informacionit të ajeti 14 i surës Al-Araf, më prit deri në ditën që ata të ringjallen, dhe Iblisi e ka marrë afatin nga Zoti, që është në ajetin 15, deri në ditën që ne do të ringjallemi dhe miratimi pra ju dha nga Zoti. Kjo do të thotë se Iblisi, pasardhësit e Iblisit janë shejtanët. Dhe shejtanët do ekzistojnë deri ditë kiametit, janë njerëzit. Njerëzit me shpirt keq janë shejtanët. Domethënë, nuk spritni ndaj shejtan që nuk e shihni. Shejtan janë njerëzit. Insanën janë njerëzit. Edhe pyetja e soi i rratës që lexon pak më herët, nuk futet fare tek insanliku, nuk futet s'ka lidhje fare. Ai nuk e di çka është fjala ins. Me pyet molla Altinit, çka është fjala ins dhe çka është fjala xhin në Kur'an? Si shkruhet fjala xhin dhe si shkruhet fjala ins, nuk e di. Atë pse jam shumë i bindur që nuk e di. Se në shkollat e tij ku ka qenë ai, unë i kum kalu para tij, jam më i vjetër se ai.